hapsinën edhe kultin e vetë, edhe jo ngarku tash po do të me vendosë për gjithë shka, mu tash po më tregojnë që edhe në për ÇKUK-ja, kur i zgjedhin drejtarët e klinikave, duhet dikush për politikës mu pytë, dhe që s'merë vesh, kur gjo. Tash o kryu që e situati, kur donë mi centralizu krejt senet, atër mas shumë t'i kime pësu vetë. Se krejt tjerë të në thënë, pëse me prishu në punën, si une, shumë ma mirë mos të kisha bo këtë protest në aspektin tem personal, edhe të biznesit tem si avokat, se nuk prishesh me njerës. Me toni ki mirë, i e profesionist, tash me qëtë qëndrim temin parimor, unë po krija armiq, dashte s'dashte. Dikush bot armik me mu, dikujt unë e s'ja fali për silën e keqe, adin nuk jom hakmars, po thjesht e fshi për jetës teme, se ke marrë me një situatë, unë e te krejt që na, unë e muj me jetu edhe pa ty, edhe pa votus, se nuk kom ambicie mu kysh në politikë, unë ideja me është me një mund, nëse s'mu me një mund, i kësena jetës të emara. 33 herë, përveç që ke protestu, ke len me kuptu për pozicionin dhe ndjesin tone, a i dëshpërun prej sistemit politik, prej akterve politikë sot që kemi ku vetë. Se thërë, i balafasove 3 situata që te më shudit, për njerëzve që i kumë njoftë, në fakt, kjo është për te shgënimit. Për te shgënimit? Po, kjo është për te shgënimit, tash është thjeshtë nuk ki tekst me spjegu këtë. Do thotë mos me pas asë një konsiderat ma të vogël, asë njeri për ty me për votusin, për qytetarin, për Kosovën, kjo është e pabesueshme. Edhe është që është me e keqja. A me votu këtë, se nëse shtytë? Ja, unë me votu dalë gjithmonë, se është obligimi jonë qytetarit, dhe këtoj gjithë me dalë me votu, po mu mas shumë ti po mbrengos që na kanë vra shpresën. Unë e pesho që prej qëtyve neve, dhe që ta politika ndalin, i ki problem tash me i importu Gjerman, ose Norvegjes, ose Suedes. Në ratë të reja, mos ju interesën për politikër, ma nuk kanë kaus politikë. Nuk ju interesën për politikë, po... Nuk kanë qëndrim, si janë dërzumë. Ti e morë shamë, si mi klinikë, dikun do të me thirë një politikan, një asë një politikan. Do më thonë, nuk besojnë që mujnë me në bo ndryshim. Nuk besojnë në zonën e tynë. Zënëratë e emënë, që mi vjetër, 84, zënëratë në tona kena dalë për para qeverive, para kryeministrave, me slogane, me kërkesa, kena pas qëndrim. Edhe qka është me e keqja, gjithë i kanë met medalja, që sot e pata një situatë, po më të regojnë me një shkollë fillore, kanë met 11 nxënës. Thonë njën 2-3 klasë, që është një nxënës, një arsimtar. 11 nxënës kanë met, po zbrazën shkollat. Në Kosovë? Në Kosovë. Kocë, po du më nalë të rast i fundit, ka të bëjmë ndalimin e policit të shqiptar Kosovës në Serbi. Me sa di e ke marë mbrojtjen. Qka po ndodhë? Cilat jenë të rejat e fundit? Unë e besoj... Qa kemë deri stash këtë? Cilat jenë të rejat e fundit? Si lajmë është besoj që këto 2, mas shumë të 3 dit, do të mu marë një vendim në bast ankesës që da është dërzu javën e kaluar. E ke dërzu ankesën, javën? Ankesa është dërzu përmes avokatit sërb, se unë si avokat që nuk jam i licencu në Sërbi, zyrtarisht nuk muj me komuniku me gjykatën. Me gjykatën. Tash, nëse ka veç pak drejtësi, aj do të lirotë. Po dhe hiç nëse nuk ka drejtësi, her do kur ka me këty. Armënori nuk ka qenë në polici kur ka ndodhë rasti Banjska. Këtu po ndodhë një sen i një absurdit juridik. Mas pari, ka ndodhë sulmi terrorist i Radojqiqit me terrorista tjerë ndaj policisë. Është vra heroj Afrim Bunjaku. Po, detyrë, kryet. Unë jam përfaqësues i familjes Afrim Bunjakut. Pasi që ka ndodhë sulmi terrorist në policinë e Kosovës, në teritorin e Kosovës, i kanë thirë forcat policore specializuara për mu ballafaqu me terrorista. Qato forca kanë luftu edhe i kanë eliminu 3 terrorista, që është shumë normale. Disa kanë ikë, disa i kanë lënë një tjetrin, shokët i janë tradhtue, kanë met. Tash, Serbia në një anë, kill se ka fillu një procedur penale ndaj Radojqiqit në Serbi, nuk e dim epilogën e saj, nuk e dim ku ka mbri hetimi e saj çështje. Në anën tjetër, policët se cilët kanë marrë pjesë në neutralizimin e terroristëve, për cilëson si persona që kanë kry vepra penale. Tash, a është këtu që ka kry vepra penale Radojqiqi që ka sulmu, a policia që e ka neutralizu sulmin. E dyta, policët, që e pashun e frymën,
Aty pa shumë paqartësi në kërkesën për caktim të paraburgimit, kërkesa i shbo prej organit